Shkruan Mero Baze. Të gjithë po amencojnë çfarë do ta gjejë Berisha nëse nuk paraqitet sot në orën 10 për të zbatuar masën e sigurisë ndaj tij. Shumica i referohen nenit të kodit të procedurës penale që i forcon masën e sigurisë ose ja bashkon me atë ekzistuese, çka i bie që Berisha të marrë minimalisht dënimin arrest shtëpie. Ashtu shpëton pasi ajo masë është e detyrueshme të kalojë në kuvend dhe kështu e heq dhe atë me rakun e kushtetutës. Të tjerë mendojnë se ai do rezistojë duke mbledhur militantët para shtëpisë nën parrullën jetën e japim, sali unë se japim. Ka dhe një version më të butë që ai do shkojë, por do t'i marrë këta militantët me vete që s'pak ta shikojë që nuk është njeri pa njeri. I ka dhe ai ca vet nga pas. Të gjitha këto amendje burojnë nga karakteri dhe historia e Sali Berishës, i cili ka 32 vjet që nuk pranon të përballet me drejtësinë duke ngritur kultin e njeriu të paprekshëm. Në fakt, kjo histori ka mbaruar ditën që ndaj tij është marrë një masë sigurie për ndalim udhëtimi jashtë vendit edhe detyrim paraqitje çdo 2 javë në orën 10. Pyetja politike nuk është se çfarë do të ndodhë nëse paraqitet, por çfarë do të ndodhë nëse paraqitet. Për një njeri anormal si Sali Berisha, pyetja normale është çfarë nëse ai shkon si gjithë të tjerët edhe që ka gjasa të ndodhë. Kjo pyetje natyrisht nuk mund të bëhet në asnjë vend të botës përveç Shqipërisë dhe për askënd tjetër përveç se për të. Dhe përgjigjja është e qartë, nëse ai shkon, ajo vajza që do ta pres aty do ta ulë në tavolinën përballë, do t'i kërkoj kartën e identitetit, emrin e babait dhe nënës, vendbanimin dhe do t'i thot mirupafshim pas 2 javësh. Kaq është e gjithë drama personale e qytetarit Sali Berisha, pastaj do hip përsëri në vetur dhe do të kthehet në zyrat e shqupit. Drama e militantëve të tij dhe atyre që i shkojnë pas natyrisht është shumë e madhe. Ata do të kuptojnë se heroi i tyre është një njeri i zakonshëm, i vdekshëm, i arrestueshëm, i dënueshëm dhe mbi të gjitha i dëgjueshëm. Problemi është se ata nuk dinë ç'të bëjnë me jetën e tyre që u ka ikur 32 vite kot pas këtij njeriu fals, që ju është shitur për i ndershëm dhe po gjykohet për 17 kulla, të 18-ën e kanë proces, u është shitur 3 me shkon si lepur, u është shitur burr shteti dhe sillet si antar i intifadës, u është shitur si i paprekshëm dhe përgjërohet gjithë ditën mos ta marrin as në pyetje. Pikpyetja e vetme është se çfarë ndodh me këta njerëz po shkoj. Asgjë nuk do ndodh dhe me ata. Do të shkojnë dhe ata në shtëpitë të tyre e do përpiqen të gjejnë një arsye pse nuk u tregua burr të mos shkonte. Si puna e atyre qershive që nuk i ka lagur të gjitha urina, do ta gëlltisin dhe këtë. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik.